Aksident në punë aeroportin e Vlorës, 38 vjeçari bie nga lartësia dhe humb jetën. Një aksident në punë me pasojë vdekjen e një 38 vjeçari ka ndodhur ditën e sotme në Vlorë. Policia tha se viktima ka qenë duke punuar në aeroportin e Vlorës, por ka rënë aksidentalisht nga lartësia. Vlorë, informacion para prak. Rreth orës 15:40 në fshatin Akërni, në ambientet e aeroportit të Vlorës, dyshohet se është rrëzuar aksidentalisht nga lartësia gjatë punimeve në terminal shtetasi DH 38 vjeç, i cili si pasojë ka humbur jetën në vendngjarje. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet për zbardhjen e plotë rreth anave të ngjarjes. Në kuadër të hetimeve për zbardhjen e plotë të rastit, do të merren në pyetje shtetasit përgjegjës për punimet në aeroport.